I madhe Zoti dhe madhe është fuqia e Tij. Le të dhomre, Lavdëroni Zotin se është i mirë. urtësi, Nga veprat e apostujve këndimi. le të dhomre, Ato ditë bëheshin shumë shenja dhe çuditëra në popull nga duart e apostujve, edhe të gjithë ishin me një zemër dhe kamare të Solomonit, edhe asnjë nga të tjerët nuk guxonte të Zotit, shumica burrash dhe grash, aq me shantimin jashtët e për rrugët të sëmërëtë, e i dini shtresa e mishtrate. Edhe shumë çuditëra të tjera bëri Jesui përpara
tepër i madh për vetjetën e kishës sonë. Γι' αυτό ακριβώς αποφασίσαμε στην Ιερά Σύνοδο ότι θέλουμε μια πανηγυρική συναντήση για το θέμα. Dhe prandaj ti vendosëm dhe në sinodin e shenjtë participatën dhe një mbledhje panegjerike në lidhje me këtë temë, Να λειτουργήσουμε όλοι μαζί σήμερα. që sot të bëjmë me të gjithë së bashku. Ο Μητροπολίτης αντιλοκάστηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ατομικό και δεν μπόρεσε να τίποτα. Metropoliti Gjirokastës kishte një punë personale dhe ai nuk pati rasti që të jetë pranë nesh. Αυτό λοιπόν είναι ο λόγος που έχουμε την πανηγυρική αυτή λειτουργία σήμερα. Dhe kjo është arsyeja që sot ne kemi një mesë panegjerike. Στο τέλος, για αποκήρυμα θα έχουμε την ευκαιρία να διαβάσουμε και πάλι αυτόν τον τόμο, το συνοδικό, τον οποίο η Εκκλησία μας απέκτησε εδώ το κέφαλο. Dhe në fund fare në vend të predikimit do të kemi rastin për të dëgjuar tomosin në të cilin u njoh autoqefalia e kishës sonë nga patriarkani. Η ημερομηνία ακριβώς είναι 10 Απριλίου, Data e saktë është 12 prill, αλλά όταν πέφτει σε καθημερινή ένα μεγάλο γεγονός, όπως γίνεται με τη Κυριακή της Αγίων Πατέρων τον Οκτώβριο, μετατίθεται για την επομένη Κυριακή. por me që kjo është një ditë javë dhe sikur ndodh edhe me festat e tjera sikur ajo e gjithë shenjtorëve, kjo është vendosur dhe festohet në ditë që është ditë e diellit. Για να μπορούν περισσότεροι να μετέχουν σε αυτή τη χαρά, Dhe kjo bëhet me qëllim që sa më shumë njerëz të marrin pjesë në këtë gëzim. επίσης σήμερα θα έχουμε μια άλλη ευλογία, ένας ακόμα νέος από την Εκκλησία μας, ο οποίος χρόνια τώρα προετοιμάζεται. Dhe sot kemi dhe një gëzim tjetër që një ri i cili është nga kisha jonë dhe që përgatitet për shumë vite me radhë, Ο οποίος τελείωσε τις σπουδές του στην Ορθόδοξη Θεολογική Ακαδημία Ανάστασης στον Άγιο Πλάσιο. i cili ka mbaruar dhe studimet teologjike në Akademinë Ngjallje që është në Durrës, në Shëngraq. Στη συνέχεια εκμετικές σπουδές για τη μουσική, για τη βυζαντινή μουσική στην Αθήνα. Dhe ai përvon shkollën. Ο διάκονος στηρίζον την Λονιτίδια. Dhe ai përvon shkollën në Athinë për të ndjekur atë studime më të larta muzikore dhe tani është në Tiranë dhe ka për të dorëzuar pak më vonë. Σήμερα έχουμε πολλά γεγονότα για να κάνουμε και να τους κάνουμε. Sot kemi shumë raste për të lartëruar dhe për të gëzuar. Λούτιον εις δότητιου κατοικουμένα. Και το μισηρό
Patriarkun dhe Njamin, dërtuesit e lumtur e të gjithmonë kujtuesmit, rindërtuesit dhe dhuruesit e kësaj kishe të shenjtë, ata që ranë për fenën e për atë dhenën dhe të gjithë etri dhe vlezërit tanë që kanë druar jetë mes në ngjarje dhe jetë të pasosur. I kujtoftë Zoti Perëndia në mbretërinë e tij, gjithnjë tani për herë dhe në jetë të jetëve. Oh
Urdhëro. Apostujt që kanë reguluar të gjitha mirën së bashku me Tritëri Prorës dhe të shenjtë, kanë caktuar që asnjë të mos pranohet në gradën e projektërisë pa pasur për të informata të sakta, sepse nuk duhet të kryen misteret e shenjta nga njerëz që nuk janë të denjë. Sot ka ardhur tek unë biri im shpirtëror Spiro Kostoli, i biri Mihali nga qyteti Durrësi, që ka kërkuar të marrë gradën e priftërisë. Unë e mbajta përpara ikonës së shpëtimtarit tonë Isu Krisht dhe jam thellëuar në zemrën e këtij personi, duke kryer misterin e rrëfimit. Gjithashtu jam informuar dhe nga njerëz të tjerë të respektuar që njohin jetën e tij dhe nuk kam gjetur asgjë që mund ta pengojë sipas kanoneve të Kishës Ortodokse për të marrë gradën e priftërisë në djathtë. Unë dëshmoj se është i denjë për priftërinë dhe është në moshën e dur sipas rregullit të shenjtë. Prandaj e jap këtë dëshmi që e vërtetoj me firmën time. Atjani Trebicka, 28/2/2007. Zotim Salem, unë i nënshkruari Spiro Kostoli, pohoj me ndërgjegje të pastër përpara Perëndisë dhe përpara fortëturisë së tij Anastasit, kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, duke dashur të bëhemi denjë për dhuratën e priftërisë për të shërbyer në cilën do penori dhe përgjegjësi, ku kisha nëpërmjet kryepiskopit do të më caktojë, se do të punoj vetëm për shpëtimin e shpirtrave të krejgje shpirtërore që më është besuar. Gjithmonë do të jetoj sipas mësimeve të Ungjillit të shenjtë, të apostujve të shenjtë, sipas kanoneve dhe mësimeve të etërve të shenjtë të Kishës Ortodokse. Nuk do t'i harroj kurrë fjalët e apostull Pavlit, i cili kërkoi që prifti të jetë i pa zënë në faj, burri një gruaje të vetme, i vetëmbajtur, i urtë, i hishëm, mikpritës, i Zotit të mësoj njerëzit, jo pianik, jo grindës, jo i dhënë pas fitimit të keq, por i butë, njeri që s'do të zihet, njeri që s'lakmon për argjend. Gjithashtu nuk do t'i harroj fjalët e apostullit që të jemi për herë i papërtueshëm në shpirt dhe të jemi nxehtë dhe Zotit i shërbej. Do të përpiqem për t'i përmirësuar këto cilësi në veten time dhe të tregoj që jam i denjë për thirrjen priftërore. Përfundimisht, pohoj se do të bindem kryepiskopit tim, fortëturisë së tij kryepiskopit Anastas, si edhe rregullave të sinodit të shenjtë të Kishës Ortodokse, autokefale të Shqipërisë. Perëndia më ndihmoftë. Πολύ αγαπητέ ο διάκονε Σπύρο. Shumë i dashur në djallë Spiro, Για πολλά χρόνια τώρα παρακολουθείς τη ζωή της Εκκλησίας της Αλβανίας μετά την Ανάσταση. ke për shumë vite që po ndjek ngjalljen e Kishës së Shqipërisë. Και από τις σπουδές τις οποίες έχεις κάνει, ξέρεις πολύ καλά και συνυποχρεώσεις και ποιες είναι ιδιαίτερες ευλογίες της ζωής ενός διάκονου. Dhe në studimet e tua ti ke parë shumë mirë se cilat janë mendimet, po dhe ato përgjegjësi e një djallë. Για μας είναι μια ιδιαίτερη χαρά τη σημερινή μέρα που συνεχίζουμε να προχωρήσει σε αυτή τη μεγάλη απόφαση. Për ne sot është një gëzim i madh që ti ke marrë mendimin për të ecur një shkallë kaq të lartë. Για να γίνεις διάκονος. Për të bërë djalë i Kishës sonë. Έτσι μπαίνεις μέσα στη πορεία των εκατομμυρίων κληρικών των Ορθοδόξων οι οποίοι διεκόνησαν την Εκκλησία και έδωσαν τη ζωή. Dhe në këtë mënyrë të hyn në radhë për miliona klerikëve të cilët i kanë shërbyer Kishës sonë vazhdimisht. Με αρχηγό βεβαίως τον μάρτυρα Στέφανο, Me patër si kryetar dhe martirin e parë Stefan, ο οποίος παραμένει πάντοτε τον πρώτο των διακόνων, των πρεσβυτέρων όλων. i cili ngel e saj shembulli i gjithë diakonëve, i priftërinjve, i të gjithëve ne. Δεν θα σου δώσω αυτή τη στιγμή συμβουλές
συμβουλές τις οποίες ήδη έχεις πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Nuk kam për të dhënë tani këshilla që ti tashmë për gjithë këto vit i ke marrë ato. Θέλω μόνο να υπενθυμίσω ότι η μέρα της Πρωτοχρονιάς σου συμπίπτει με αυτή τη νεότητα του Αγίου Θωμαίου. Por do të them që dorëzimi tënd koincidon me festën e Shën Thomait, Ενός από τους πιο σημαντικούς αποστόλους και από τις μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας. bëhet fjalë për një nga nxënësit e Zotit apostujt, nga personalitetet më të mëdha të kishës sonë. Ο Απόστολος Θωμάς έκαμε ένα λάθος, αλλά και είχε δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Shën Thomait bëri një gabim, por ai kishte dy që qenë gjëra përparësi shumë të mëdha. Το λάθος του ήταν ότι μετά από την περιπέτεια της σταυρώσεως του διδασκάλου, απογοητεύτηκε τόσο πολύ και αποσύρθηκε μέσα στη μοναξιά του. Fakti ishte që pas kryqëzimit të mësuesit të tij, ai bëri një gabim që shkoi dhe u përhoq brenda asaj vetmisë së tij. Απομακρύνθηκε από την ομάδα των Αποστόλων και έτσι στερήθηκε για μια όλη εβδομάδα της χαράς να γνωρίζει, να ανάπτυξει. Iku larg grupit të nxënësve të Zotit dhe në këtë mënyrë për një të tërë ai u rikua për të marrë vesh lajmin e gëzueshëm të ngjalljes së Zotit. Πάντοτε ότι δεν είναι λόγο πρέπει να απομακρυνόμαστε με τον α ή τον τρόπο από την Εκκλησία, η οποία είναι ακριβώς το σώμα του Κυρίου, στο οποίο και πάλι φανερώνονται όλες οι αλήθειες. Dhe duhet ta dish se nuk duhet të largohesh në farë mënyrë ose një tjetër nga kisha që është trupi i Krishtit që shfaqet në shumë mënyra të ndryshme. Ο Κύριος όμως έρχεται και τον συναντάει Por Zoti vjen dhe na takon aty brenda grupit të nxënësve apostujve të tij, με έναν τρόπο εντελώς προσωπικό, vjen në një mënyrë që është thjeshtësisht personale, επαναλαμβάνοντας τα λόγια της δικής του αμφιβολίας περί του Χριστού. duke përsëritur përsëri ato gjëra duke parë ngurimin dhe dyshimin e nxënësve të tij. Όπως ο Θωμάς όμως είχε πιο μεγάλο πρόβλημα. Por Shën Thomait kishte edhe dy përparësi tepër të mëdha. Ήταν πολύ ειλικρινής σε αυτό το οποίο ένιωσε. Ai ishte shumë i sinqert për çka ai gjente brenda vetes së tij. Παρουσιαζόταν διαφορετικός από αυτό το οποίο είναι. Ai nuk shfaqej ndryshe nga ajo çka ai ishte në të vërtetë. Διατύπωνε τις δυσκολίες του με έναν τρόπο σαφή. Ai I formulonte dhe I shprehte vështirësitë e tij në një mënyrë që tepër e qartë. Δεν έλεγε ότι πίστευε όταν δυσκολευόταν να πιστεύει. Ai nuk thoshte që ky besonte kur ai kishte vështirësi për të bërë një gjë të tillë. Και αυτή την ειλικρίνειά του ιδιαίτερα ο Κύριος μας πάντα την τιμούσε. Dhe Zoti sa herë e mburte pikërisht atë çelëtërsinë që ai kishte. Το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα που είχε είναι ότι όταν πίστεψε έβγαλε όλες τις συνέπειες από αυτήν την πίστη. Dhe përparësia e dytë ishte që kur ai u kthye dhe besoi te Zoti, ai nxori tërë ato pasoja që kishte nga ky besim. Πάρα πολύ αυταπάτηση προχώρησε κατόπιν στη μεγάλη αποστολή την οποία ανέθεσε ο Κύριος στους 12 Αποστόλους. Dhe me një mohim shumë të madh ai vazhdoi dhe ndoqi misionin e madh që Zoti I dha 12 nxënësve të tij. Και μάλιστα προχώρησε μια από τις πιο δύσκολες περιοχές, όπως η παράδοση της Εκκλησίας μας γνωρίζει στην Ινδία. Madje ai shkoi në një zonë që është shumë e vështirë në Indi. Φρόντισε λοιπόν τη συνέχεια πάνω με ένας άνθρωπος σαφής, ειλικρινής, που θα λέει τη σκέψη του με όλη την απλότητα. Dhe ti duhet të përpiqesh që të jesh një njeri I sinqert, I qetë që të thotë mendimin e tij me gjithë thjeshtësinë e saj. Το οποίο στη συνέχεια θα παίρνει αυτή την ευθύνη την οποία τώρα θέτει η Εκκλησία. Por që vazhdim ke për të marrë të përgjegjësi të cilën ta cakton Όσο vetë φαίνεται Krishti, αρνητική και δύσκολη. edhe pse kjo mund duket e padurueshme dhe e vështirë. Ο Απόστολος Θωμάς, μετά από αυτή την ιδιαίτερη τιμή που έκανε ο Κύριος να τον πλησιάσει και να τον βοηθήσει να ξεπεράσει την ευλοψυχία του, Shën Thomait pas sa ftesës që Zoti atij bëri për të kapërcyer të çastin e vështirë, duke patur këtë frikë që ai kishte, είναι εκείνος ο οποίος αναβόησε στο τέλος ο Κύριος του και ο Θεός του. është ai I cili thirr në fund Zoti dhe Perëndia im. Και απλώς γενικά και όλες ήταν ο Θεός, ο Κύριος, αλλά ο δικός μου Κύριος. Ai nuk tha në mënyrë të pacaktuar Zot Perëndi, por tha Zoti im dhe Perëndia im. Φρόντισε λοιπόν όταν διακονεί μέσα στην Εκκλησία να αισθάνεσαι πάντοτε ότι είναι ο δικός σου Κύριος, ο δικός σου ο Χριστός, ο οποίος σε οδηγεί, ο οποίος σε στηρίζει, ο οποίος σε εμπνέει. Dhe duhet që të përpiqesh sa herë që gjatë kohës që ti shkëmbën brenda në kish, ta ndjesh Zotin që është Zoti yt, që është Krishti yt, është ai që të Zotin që të udhëheq. Και φρόντισε να μεταφέρεις ακριβώς τη δική του ειρήνη, τη δική του χαρά, τη δική του
δύναμη σε όσους ο Θεός φέρνει. Dhe përpiqem që sa herë të transmetosh fuqinë, hirin dhe paqen e Zotit tek gjithë ata njerëz që Zoti të sjell pranë teje. Εκ μέρους όλων όσοι σήμερα μετέχουμε, Nga të gjithëve στην sot, όλη τη ζωή σου, στη χειροτονία σου ως διακόν, nga të gjithëve sot që marrin pjesë në këtë çast të dorëzimit tënd si djal, θέλω να ευχηθώ με όλη την καρδιά dua që të duroj me të gjithë zemrën time, να ζήσεις μεγάλη κρίση της διαπονίας την οποία νομίζεις. që jetosh sa herë këtë çastin e madh të shërbimit që Zoti ty të ka ofruar, Πνεύμα του Αποστόλου, me anë të hirit të nxënësve με το apostujve, ζήλο του Αποστόλου me anë të zellit και την αυταπάρνηση του Αποστόλου. dhe me vetmohimin që kishin nxënësit apostujt e Zotit. Ας προσευχηθούμε όλοι μας, αδελφοί μου, Ne προς την διαδελφό μας, Σπυρίδωνα, ne të lutemi që të gjithë vëllezërit e mi për vllajën tonë Spiridon, να τον αξιώσει ο Θεός να είναι πράγματι ένας διάκονος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, që Zoti ta bëjë të denjë që të jetë me të vërtetë një djak i kishës sonë ortodokse, ο οποίος θα μεταφέρει το μήνυμα της Αναστάσεως i cili ka për të transmetuar këtë mesazhin e ngjalljes, με τον λόγο του, me anë të fjalës së tij, με τα έργα του me anë të thjeshtjes dhe me anë të veprave të tij, και όποια βρεθεί να είναι πάντοτε μια ζωντανή παρουσία του Αναστάνους Κυρίου. dhe këto ku ai vjen në prani e gjallë e Zotit të ngjallë. Κύριοι υπερελθύσεν, Κύριο, για Πραντάρι να πληρούνται μιζότη, και την τερκόγια Κύριε Σπίριτε ρεσέντε,
Via, e atite vite dhe shpirti qenj, tani e lërpere, e ne qese të qetëve. Axios. Axios. Pasi kujtuam je shendoret përsëri dhe përsëri me paqe, le ti lutemi Zotin. Për krahas na shpëtona, mëshirona dhe ruajna o Perëndi me hirin tënd. Mëshiro Zot. Duke lyepur bashkimin e besës dhe pjesëmarrjen e Shpirtit të Shenjtë, vetën tonë dhe njëri tjetrin dhe gjithë jetën tonë, Krishtit Perëndis ne t'ja parashtrojmë. Pace,
Tomosi, patrikanor dhe sinodit, i bekimin e udhëtimit të saj të pandeprer, kundrejt popullit të shprestarëve, nuk rresh së zbatuarin detyrën e kujdesimit të shenjtë, çdo herë me mënyrën e duhur të konceptimit sipas kohës dhe vendit. Por është e nevojshme platon dhuratat e saj më të begata për plotësimin e nevojave që dalin, në mënyrë që administrimi i punëve kishtare të bëhet për ta pa pengesa dhe frutshmëria më Zotin, e cila është padyshim qëllimi. Kështu pra edhe tani, me qenëse të krishterët shprestarë ortodoks dhe të bekuarit prej Perëndisë shtetërisht kishtar, ju drejtuan frontit tonë të shenjtë apostolik dhe patrikanor në shtrenjtë e fuqishme të të cilit, si trashëgimi e thyer prej shekujsh, kanë gjetur mbrojtje, e me hirën e Krishtit në vreshtin e tij kanë gjetur shpëtim, morën guximin të drejtohen atij si një nënë të dhëmshur, duke parashtruar nevojat e tyre të tanishme kishtare, me urimin e ngrohtë dhe kërkesën që zona e tyre kishtare të bekohet dhe të shpallën provincë kishtare në vete, e pavarur autoqefale. Përderisa në kushtet e reja të situatës atjeshme politike, vetëm ky organizim mund të ndikojë për mirë vajtjen dhe zhvillimin e punëve kishtare dhe të jetë i mjaftë të sigurojë dhe të përfuqojë përparimin e pandërprerë të tyre në përparimin e tërësisë të shtetit të bekuar shqiptar. Vetë shteti i perëndit mbrojtjes shqiptar, duke kujdesur në mënyrë të besueshme për mbarvajtjen pa pengesa e të lirë të mbështetas dhe të vetë, ka ofruar garanci për mëvetësinë dhe lirinë e plotë të kishës ortodokse, e cila gjendet brenda kufijve të tij. Prandaj dhe modestia jonë,
së bashku me fort të shenjtët mitropolit që na rrethojnë, dhe fort të ndershmit vëllezër për shpirtin e shenjtë dhe bashkëmeshatar, duke shkërtuar me interesim këtë dashuri, kërkesën e tyre pirësore, dhe me u rrëfyes dispozitat dhe kanoneve të shenjta dhe rendin e praktikën krishtare, vendosëm të pranojmë me dashamirësi kërkesën që na drejtuan mbi tanë shpirtëror të krishterë ortodoks të Shqipërisë, dhe të japim nga ajo bekimin dhe miratimin për një organizim të pavarur dhe autoqefal të punëve të tyre krishtare. Duke shpallur dhe duke gjykuar pra edhe sinodikisht me shpirtin e shenjtë, urdhërojmë dhe shpallim në këtë çaste të hareshme, që të gjitha provincat dhe komunitetet ortodokse që ndodhen brenda të perëndishpëtuarit shtet shqiptar dhe jenë këtë jetutje të bashkuara në një organizim të pavarur e autoqefal krishtar me emërtimin Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë. Kjo kishë, e cila është motra jonë shpirtërore, të rregullojë dhe të administrojë këtë jetutje çështje të saj krishtare në mënyrë të pavarur e autoqefale, sipas rendit të drejtave sovrane edhe të kishave të tjera ortodokse autoqefale, të ketë të njohësi autoritetin suprem administrativ krishtar, sinodin e shenjtë, të përbërë për kryeministrive ortodoks kanonik të Shqipërisë, me kryetarët e tij çdo herë, por të hirshëm për episkopin e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë, për zbatimin e unitetit të shenjtë kanonik, me pronin tonë fort të shenjtë apostolik, patrikanor, ekumenik, dhe me të gjitha kishat ortodokse autoqefale, si dhe për të dëshmuar këtë fort i hirshëm i kryepiskop i çdo hershëm të Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, ka për detyrë që sipas rendit të kishës së shenjtë ortodokse të njoftoj për zgjedhjen dhe hyjjen e tij në Frankë nëpërmjet letrave pronëzuese, edhe kishën tonë të madhe të Krishtit dhe të gjitha kishat ortodokse autoqefale motra. Po ashtu, do të bëjë për këtë qëllim homologjinë dhe premtimin e parashikuar në lidhje me zbatimin e padevijueshëm të besimit dhe shpresëtarisë ortodokse për kishës së shenjtë drejton dhe që i është besuar. Gjithçka e tjetër që kanonet e shenjta hyjnore dhe rrethti i kishës së shenjtë ortodokse urdhërojnë, si dhe të kujtojë sipas rendit në diptik emrin e patrikut ekumenik dhe të patrikëve të tjerë fort të shenjtë dhe kryetarët e fort të hirshëm të kishave të shenjta ortodokse autoqefale. Urdhërojmë gjithashtu që edhe kisha ortodokse autoqefale motrën e Shqipërisë të marrë mirën e shenjtë të kishës sonë të madhe të Krishtit. Po ashtu rekomendojmë që për çështje apo paqartësi të një natyre të përgjithshme kishtare, të cilat i ka përcejnë caqet e jurisdiksionit të kishave autoqefale në veçantë, fort i hirshëm, kryepiskopi i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë, të drejtohet fronit tonë të shenjtë ekumenik, nëpërmjet të cilit realizohet punimi me çdo episkopat ortodoksëve, shpjegues të drejtë të së vërtetës, duke kërkuar në këtë mënyrë mendimin dhe opinionin e vlefshëm të kishave motra. Duke gjykuar pranë këtë mënyrë, gjë që pasqyrohet në ato çka vendosën të miratuan për dedhen e rregullit sinodike të 12 prillit të këtij viti, vërtetojnë për të gjithë kohën dhe nëpërmjet këtij tomosi patrikanor dhe sinodik, të shkruar dhe përshkruar në kodikun e kishës sonë të madhe të Krishtit, i cili është peshuar dhe dërguar njëkohësisht me përmbajtje të njëjtë të pandryshuar, edhe fort të hirshëm për episkopit të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, vëllait tonë të dashur dhe bashkëmeshatari, Zotit Kristofor, kryetari i Sinodit të Shenjtë të kishës së shenjtë ortodokse dhe autoqefale të Shqipërisë. Urojmë që Perëndia me hirin dhe mëshirën e të parit dhe të madhin kryeprist të Bariut Krisht të mbështesë gjithmonë të themeluarën me sukses kishë ortodokse dhe autoqefale të Shqipërisë, dhe të shtojë të përçojë drejt saj hirin dhe bekimin e tij për lavdit dhe emrin të shenjtë e në dobit të tërësisë shpresëtare të saj, si dhe në të gjithë kohë për ngazëllimin e të gjithë kishave të shenjta autoqefale motra. Në vitin shpëtimtar 1927, muaj prill 12, Epimenezi i Pest, shpreh Patriku i Konstantinopolis Benjamin, Maksimi i Arkidomës, Polikarpi i Prusës,
Gjermanoi Sardës dhe Qeselis, Leoni Theodoropoulos, Meleti Kristopoulos, Gjermanoi Joakimi Lerkës, Tomai Principonesit, Genadi Leopolit, Konstantini Irinopolit dhe Dorotheu Lodogis. Διάφορα άκρα σε εφημερίδες, τα οποία είναι εντελώς ανόητα. Sepse shumë njerëz cilët nuk kanë njohur për kase, shkruajnë për gazeta artikuj që janë kryesisht të pavend dhe të pamend. Και χρησιμοποιούν πολύ συχνά αυτή τη λέξη, το αυτοκέφαλο. Dhe përdorin sa herë dhe shumë herë të fjalën që është autoqefale. Θα χρειαστεί λοιπόν να ξέρουμε ότι επί τη βάση αυτού του τόμου απαγορεύεται σε οποιαδήποτε άλλη αρχή, είτε είναι παρλαμέντ, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο σωματείο να επεμβαίνει στα εσωτερικά της Εκκλησίας ή στα το κεφάλι της Αλβανίας. Por ky është dokumenti që garanton dhe ndalon çdo lloj ndërhyrje që mund të bëhet nga parlamenti apo çdo tjetër organ në punët e brendshme të kishës së Shqipërisë. Do të shtoj një diçka që se sot kemi 7 dhjetorin të kefalisë, sepse përveç shpalljes para 70 vjetësh, ato kefalija nuk pati një jetë gjallë. Madje 2 vite ishin rrallësh që kisha ishte ato kefalje, sepse 39 herë të pushtimit italian, dhe mbasi ishte regjimi komunist, kisha ndodhi në një presion shumë të madh. Dhe kur kisha këtu dhe kur Patriarkana Ekumenike mori iniciativën dhe caktoi kryeshkopin tonë dashur të ardhur këtu, unë besoj që gjithë të ta dini që një nga mbrojtësit të kefalisë së kishës u tregua kryeshkopi, sepse shumë zëra filluan të flisnin që megjithëse kisha është e shkatëruar dhe nuk ekziston më, atëherë do thotë që dhe kefalia nuk ekziston më. E këto zëra ishin dhe kanonistët të gjuar, dhe njerëz të shquar të kisha ortodokse. Dhe kryeshkopi për ardhmën këtu vendosi 3 kushte, një nga të cilët pikërisht ishte që njohja e ato kefalisë. Dhe jo vetëm njohja e kefalisë, por kërkesa të vinte siç erdhi për Tomosin nga vetë kisha këtu. Kjo që ishte kisha jonë, që i kërkoi përsëri Patriarkanës që të themelonte dhe të rivendosë sinodin dhe kryeshkopin. Dhe forcimi i ato kefalisë së vërtet dhe plotësimi i hierarkisë kishtare është vepër pa diskutim e kryeshkopit Anastas. Dhe unë besoj që jo vetëm që ato gjëra që shkruajnë janë pa vërteta, por e kundërta është e vërtetë, sepse kryeshkopi u tregua gjatë gjithë këtyre viteve mbrojtësi, konsoliduesi dhe forcimi i kësaj ato kefalie. Dhe siç e përmendi edhe më parë kryeshkopi, ato kefalia nuk është vetëm thjesht i pavarur nga kishat e tjera, sepse me kishat e tjera ne jemi lidhur në mënyrë dogmatike, po ato kefalia është e pavarur nga çdo grupim që mundohet jashtë ose brenda vendit, siç theksohet tek Tomosi, i cili shteti e saj kohe shqiptare i dha garanci Patriarkanës që nuk do ndërhynte në çështjet e brendshme të kishës, dhe kjo ishte edhe një nga arsyet që Patriarkana dha ato kefali. Kjo ato kefali është po e njëjta edhe sot, që shteti do të garantojë pavarësinë e brendshme të kishës sonë ortodokse. Dhe unë, meqense kam rastin sot, do të shpreh falënderimin për kryeshkopin, për veprën e tij të madhe, jo vetëm në rindërtimin e kishës, që është gjëja themelore, po dhe në forcimin dhe në konsolidimin e kësaj ato kefalie. Perëndia të japi jetë gjallë, të japi fuqi për të mirën tonë dhe për të mirën e gjithë krishterimit ortodoks që tonë botë. Për të parë kur ne hymë në këtë vend, në këtë ambient, që ishte kori për vitin 1991. Çdo gjë ishte shkatëruar brenda.
Ήταν ελάχιστοι οι κληρικοί και οι λαϊκοί που με είχαν υποδεχθεί στο αεροδρόμιο. Ishin të pakta ata laik dhe pritërin që më pritën në aeroport. Και όταν φτάσαμε εδώ, Dhe kur ne pritëm këtu në këtë kishë, ήθελα να πω το πιο ουσιαστικό μήνυμα το οποίο είχα να μεταφέρω. doja të thosha atë mesazhet më bazë esencial që doja që të transmetoja. Πήραν όλοι από ένα μικρό κεράκι, Ndezën të gjithë me qiri të vogël në ρώτησαν dorë. τον προσφυγή μου, συνεργάτη τον Μακαρίδη, Δημήτρη Πεντούρη, πώς λέγεται ο Χριστός Ανέστη. Pyeta Zotin Beldurin të ndjerim se si quhet Kristos Anesti në Shqip. Μου το είπε τότε, άναψα και εγώ το κερί και φώναξα αυτό που έμαθα για πρώτη φορά στα αλβανικά τις πρώτες λέξεις. Atëherë ndezë unë mësova se si thuaj dhe thash në shifër të parë ato fjalë të para që sapo kisha mësuar. Κρίστη μου Γιώνα. Έτσι λοιπόν αυτό έχει γίνει το σύνθημα της πορείας μας όλα αυτά Dhe χρόνια. ky është mesazhi parulla e gjithë rrugëtimit tonë në mbar këto vite. Ας ψάρουμε λοιπόν όλοι μαζί ακόμα μια φορά τα ελληνικά. Le të psalim edhe një herë që të gjithë bashkë në mënyrë festive. Me frikë Perëndi e bez dhe dashuri afroni.
Amen.
të dashur besimtarë, të pranishëm në këtë ceremoni të shënuar. Jemi mbledhur në këtë ditë festive për të përuruar këtë kishë madhështore që ban emrin e dëshmorit të madhë së ndjergjit ropeprurësit. Ja pra, erdhi dita e shumë pritur, e rindritjes nga themelet të këtij tempulli, që regjimi ateist e shkatëroi, por nuk e zhduku besimin e njerëzve të thjeshtë tek feja jonë e ndritur krishtere. Në këtë moment historik, mendja e të gjithëve drejtohet tek paraardhësit e moqëm, të cilët kishë në shekullin e parë pritën me zerë të dërguarit e parë, apostujt e Zotit, si Sëpatit, që shkeli e rrethrojët e vendit tonë për të bjerë kudo parën e krishtërimit. E themi me krenari se Zona 23 u mbush nga të 4 anët me kisha, manastirin dhe objekte të tjera të shenjta. Kështu, kisha dhe manastiri i famshëm i Apollonisëm së Fierit, kisha madhështore e Klavjenicës, ku ishte i vendosur epitafi i famëmadh, manastiri bizotërues i Ardenicës si Ferner Riques, i fjallën dhe i veprës së Perëndisë. Manastiri i Kolikondasit, që shtrehon me dashuri e mirënjohje trupit e martirizuar të Jeronimorit të shenjtë e Kozma. Të gjitha këto fajtore të shenjta u bënë vatra të zjarta të përceptuarjes së dritës së arsimimit fetar dhe laik, të përhapjes së kulturës dhe edukatës bare qytetare dhe të zhvillimit të padrëflerë të kësaj zone dhe më gjerë në të gjitha fushat e jetës. Pikërisht për të vazhduar dhe për të forcuar këtë traditë të fier të ortodoksisë shqiptare, fortunuria e tij episkopi i nderuar Zot Anastasi u përkujdes me një vendosmëri të veçantë për të rinjartur këtë tempull të shenjtë mund në qendrën të qytetit të Fierit, që është një pikë ndërlidhëse e jugut me veriun e lidhjes me Perëndimin. Prandaj, të gjithë ne i shprehim mirënjohjen tonë më të sinqertë dhe më të thellë për këtë dhuratë të paqëmuar që po na jep me dashamirësinë dhe bamirësinë e tij të pafund në këtë ditë të gazëlueshme. Ai me personalitetin e tij të fuqishëm e të pa diskutueshëm, duke siguruar ndihma të pallogaritshme nga mikët e tij të shumtë në barë botën, gjatë gjithë këtyre viteve ka bërë të mundur lullëzimin e Shqipërisë me gjithë këto vepra breziljanëse të objekteve krishtare, arsimore, kulturore, mjekësore, argëtuese, zbukuruese.
Me këtë rast të pakaruar, I premtojmë solemnisht Episkopit tonë shumë të dashur se do të përpiqemi me të gjitha forcat dhe mundësitë tona për të mirëmbajtur këto dhurata të mira dhe për të dhënë edhe ndihmësën tonë në ngritjen e objekteve të reja kristare në teritorin e Diocezës sonë të shenjtë. Me këtë rast, si simbol të vogël të mirënjohjes sonë për bamirësitë e tij dhe veçanërisht për këtë temë të shenjtë, I ofrojmë me qenë se me anën e Krishtit erdhi gëzimi në botë dhe gjithë të mirat me anën e Krishtit, me qenë se jeta e tij ishte në Krisht dhe në gjamje me bamirësitë dhe kalimin I nga bota dhe nga kjo toka e Shqipërisë ishte kalimi I bekimit dhe I bamirësisë me anën e Krishtit. Dhe në herë ju falenderoj në të rësisë nga tembra e përndipër për përndërit ta kërtojnë dhe gjendë jetë me. Εκπρόσωποι των διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων, αγαπητοί εκπρόσωποι των πολιτικών και άλλων εδώ αρχών, gjithë autoritetet politike dhe administrative. Νομίζω το καλύτερο είναι να πω προσφυλέστε και επιτρέπετε. Mendoj se gjame vërë është të motra dhe vëzër të dashur. Θυμάμαι το 1991 στις 7 Αυγούστου. Kujtohet vitin 91 me 7 të Kushtit. Όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκα εδώ την πόλη του Θεία. Kur për të parë erdha dhe bëra vizitë në qytetin e Thierit. Δεν είχε μείνει κανένα σημάδι από το προηγούμενο ναό. Atëherë nuk ishte kurfar shenjë nga kisha që qenë këtu më përpara. Και τότε κάναμε την πρώτη συνάντηση στην πλατεία επάνω σε ένα βάθο. Dhe atëherë ne bëm mini skemë, aty bëm dhe meshën e shenjë. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα, βεβαίως ότι περάσει πολλά χρόνια. Dhe nga një kohë deri më sot natyrisht këtu kanë kaluar mjaft vjet. Και πολλά πράγματα έχουν ευλογηθεί εδώ στην Αλβανία. Dhe shumë gjëra në Shqipëri janë dhe bekuar. Όταν το 1991 είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τη χώρα, Dhe kur viti 1991 pata rastin për të bërë vizitë këtu në Shqipëri, οι περισσότεροι να είχαν εντελώς καταστραφεί atëherë kisha së shumti ishin të shkatëruar και έπρεπε να λειτουργούμε στα ερήπια ή κάτω από θέρμα. dhe bëri mesh ose në përgërmava ose në rrjedhën e pemë. Με τη χάρη του Θεού όμως και με την αγάπη και την αυτοθυσία όλων των ανθρώπων, Dhe me hirin dhe sakrificën e shumë njerëzve, μας αξίζει ο Θεός αυτά τα χρόνια να ζήσουμε πραγματικά ένα μεγάλο θαύμα. Zotë na bëri të ditë këto vite që ne të pjetonim një mrekulli të vërtetë. Από τους παλιούς ναούς και τα παλιά μοναστήρια μπορέσαμε και αναστηλώσαμε Dhe shumë të liqat e vjetra dhe manastiret ne I inventuar dhe I restauruar. και βεβαίως από την απόλυτη εκείνη έλλειψη ναών με τη χάρη του Θεού σήμερα 140 καινούργιοι ναοί Ορθόδοξοι έχουν αναγερθεί στην Αλβανία. Dhe nga
άλλοι 150 έχουν διορθωθεί. Dhe 150 kisha të tjera doja rikërkuar dhe rikërkuar. Μεταξύ αυτών δεσπόζει ο ναός του Αγίου Γεωργίου εδώ στο Θείο. Dhe në gjitha këto bizotron kisha e Shën Gjergjit në film. Δεν πρόκειται σήμερα, δεν είναι η κανονική τελετή των Ευγενείων. Dhe sot nuk është dhe ceremonia zyrtare për urimin. Είναι μια άλλη δική τελετή που λέμε θηρανίκηση για να μπορεί ο νόμος αυτός να χρησιμοποιείται μέχρι ότου είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα κανονικά εγγένεια. Sot është bërë thjesht cilja e mënyrëve me qëllim që të bëhet mesha e shenjtë deri në çastin kur do të bëhet dhe vetë për urimin e kishës. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους γνωστούς και τους αγνώστους οι οποίοι συνέβαλαν για να αναγερθεί αυτός ο νόμος. Dhe dua të shpreh falënderimin për ata njerëz të njohur dhe të panjohur që kanë kontribuar për ngritjen e kësaj kishe. Όταν θα έρθει η ώρα για τα κανονικά εγγένεια, θα αναφέρουμε και λεπτομερέστερα ονόματα. Dhe kur të vi koha dhe për urimin të kësaj kishe, ne kemi për të treguar dhe të referuar dhe disa emra konkret. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς, τους συμβουλάδες, τους εργάτες που βοήθησαν για να αναγερθεί αυτό το υπέροχο οικοδόμημα. Por dua që të falenderoj gjithë stafin drejtues, arkitektët, inxhinierët, punëmarrësit të cilët kanë kontribuar në ndërtimin e kësaj vepre kaq të bukur. Τους εκατοντάδες φίλους οι οποίοι από διάφορα σημεία της Ευρώπης και της Αμερικής και ιδιαίτερα από την Ελλάδα μας βοήθησαν με γενναιόδορες προσφορές. Dhe mira vëllezër nga Evropa, Amerika dhe Greqia, të cilët na kanë ndihmuar me anë të kontribimit, me anë të dhurimit të shumave të konsiderueshme. Και αυτές τις ημέρες, μερικά που έπρεπε οπωσδήποτε να προσταθούν, όπως η Έλλη, το εικονοστάσιο και άλλα απαραίτητα εδώ, μας βοήθησαν με πολύ αυταπάτηση. Dhe në këtë kohë e fundit u shtuan shandanët, ikonostasin me qëllim që ne legëzonin punën dhe kjo me shumë sakrificë. Οι περισσότεροι από αυτούς σας είναι άγνωστοι. Dhe shumë ata persona që kanë kontribuar këta dhe njerëz të panjohur për shumë nga ju. Όμως γνωστοί για την αγάπη τους και την αυτοθυσία τους στον Θεό. Por ata janë të njohur tek Perëndia për dashurinë dhe për sakrificën që ata kanë shfaqur. Έναν εκπρόσωπο των πολλών αυτών που δεν αναφέραμε σήμερα, ο πατέρας Σπυρίδωνα. Dhe një nga kontribuesit shikoj atë Spiridon, i cili ka marrë pjesë Ο ndër οποίος εκπροσωπεί εκατοντάδες άλλους αγαπητούς αδελφούς που μας βοήθησαν. i cili ka qenë në një grup pune me shumë vëllezër të tjerë, të cilët na kanë ndihmuar. Η ευγνωμοσύνη μας προς όλους αυτούς θα παραμένει πάντα μεγάλη και συνεχής. Dhe mirënjohja jote këtyre do mjetet e përhershme dhe e thellë. Σήμερα πλέον μέσα σε μια εποχή κάμψεως και παρακμής και απογοητεύσεως. Dhe sot jemi me një çast një kohë e cili është një kohë dekadence, vrënje dhe ulje. Έχουμε τη χαρά να ανοίγουμε ένα πολύ σημαντικό πνευματικό κέντρο, έναν ακόμα ναό. Kemi gëzimin e madh për ta të qerur me një qendër tjetër shpirtërore një kishë të tillë. Ένα δηλαδή κέντρο προσευχής, Bëhet fjalë për një qendër e cila është qendër lutje, παρηγοριάς, është një qendër kushërimi, αδελφοσύνης, vllazërimi αγάπης. dhe një qendër dashurie. Ένα κέντρο ακόμα επικοινωνίας. Është më tepër dhe një qendër komunikimi. Επικοινωνίας με τον Θεό, Është qendër komunikimi me Perëndin επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, dhe qendër komunikimi dhe me njerëz të tjerë επικοινωνίας με όλο τον κόσμο. dhe qendër komunikimi me mbarë. Διότι κάθε ένας ναός μας συνδέει με όλους αυτούς τους ναούς όλη τη γη που δοξάζουν τον Θεό και μεταφέρουν το μήνυμα. Se çdo kishë ne në lidhje me mbarë kisha të plotë që transmetojnë dhe mbajnë emrin e Tij. Ένα κέντρο διαχρονικό Është një qendër që qëndron në kohë diakronike, που μας συνδέει με το παρελθόν, e cila është qendër që na lidh si me të shkuar, με το παρόν αλλά και με το μέλλον. me të tashmen, por dhe me vetë të ardhmen. Ακριβώς ο Ορθόδοξος Ναός είναι ένα σημείο το οποίο μας συνδέει με όλη την ανθρωπότητα, αυτή που
που ζει αυτή τη στιγμή, αυτή που έχει ζήσει αυτό το θαύμα. Dhe një kish na lidh pikërisht me mbarë njerëzimin, me njerëzimin që ka kaluar, me atë pjesë që është ende në jetë dhe me atë pjesë njerëzimit e cila ka të qenë në të ardhmen. Αλλά κάτι που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε όλοι μας. Por është një fakt që tek i cili të gjithë duhet të bëjmë kujdes dhe ta vëmë mirë rregullat. Το προηγούμενο καθεστώς, με εκείνο το θεϊστικό διωγμό τον οποίο κήρυξε, Që sistemi që shkojnë me atë pushtetin ateist që ai shpalli, δεν κατέστρεψε μόνο τους ναούς εκαπητισμένοι με υλικά στοιχεία. nuk shkatroi vetëm ato kisha templuj që qendërtuar me ato materiale vendor, Κατέστρεψε δυστυχώς τις ψυχές των ανθρώπων, την πίστη και την ελπίδα. por për fat të keq shkatroi dhe shpirtrat e njerëzve shpresën që brenda tyre. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Prandaj kemi shumë gjëra për të bërë në këtë fushë. Δεν είναι μόνο αυτοί να είναι που ανέφερα προηγούμενα. Nuk janë vetëm këto kisha që unë ju referova pak më parë, Το σημαντικό είναι οι ναοί που πρέπει να χτίσουμε μέσα μας. gjëja më e rëndësishme janë ato kisha që ne duhet të ndërtojmë për brenda mesh. Και υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ακόμα περιμένουν για να μπορέσουν να γνωρίσουν τον Θεό και να συνδεθούν μέσα του. Dhe ka me mira njerëz që presin që të njohin Perëndin dhe që të bashkohen bashkë me atë. Εύχομαι με όλη την καρδιά, Uroj me gjithë zemrën time ο καθένας στην καρδιά, që gjithë secili dhe gjithë να secili προσπαθήσει περισσότερο να γνωρίσει και να αγαπήσει τον Θεό. të ketë mundësinë që të njohë dhe të kuptojë sa më tepër Perëndin. Και ιδιαίτερα εμείς εδώ να εμπνεώμεθα από το φωτεινό παράδειγμα του Αγίου Γεωργίου, Dhe ne këtu të fokusohemi nga shembulli i përkryer i Shëngjërit, από την καρτερία, από τη γενναιότητα, από την υπομονή, nga durimi, nga zemërfortësia dhe nga forca që ai tregoi. από την αγάπη για τον Θεό και τους ανθρώπους. Madje duhet që të çohemi edhe nga dashuria që ai kishte që ishte shumë e madhe për Perëndin dhe për njerëzit. Και ακόμη να εμπνεώμεθα από τα πρότυπα τα οποία το Συνεδρίο Ευαγγέλιο μας θύμισε. Dhe pikërisht do të fokusohemi edhe nga personazhet që sot na tha Ungjilli, Από τα επίσημα πρόσωπα του Ιωσήφ, του Ερυθρέας και του Νικοδήμου, nga personat e Josifit dhe të Nikodimit, από τις αφησιωμένες γυναίκες της Μυροφόρας. nga gratë e pushtuara që ishin miraklurëse, Όλοι αυτοί σε μια πολύ δύσκολη στιγμή që të gjithë kishin brenda tyre burime mjaft të forta, δεν κάθηκαν, αλλά με τόλμη και με γενναιότητα προχώρησαν για να ato nuk u përpullën, por vënë përpara me shumë guxim dhe me shumë burërim εκτελέσουν το χρέος της αγάπης του ανθρώπου. për të kryer detyrimin e dashurisë që këto kishin ndaj Krishtit. Και εμείς θα χρειαστούμε περισσότερη τόλμη στην εκπλήρωση του καθήκοντός μας. Dhe ne do të kemi më shumë forcë në përputhjen e detyrimit tonë të përditshëm. Κάτι που πολλές φορές παρακολουθούμε και είναι ότι δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με υποθέσεις όχι καλές είναι τολμηροί. Dhe shumë herë me mbreqë disa persona që merren me jo të mira dhe janë shpeshherë të përgjithshëm. Και οι άνθρωποι οι πιστοί οι οποίοι θέλουν να συνεπίσουν προς το πρέας του Χριστό παρουσιάζονται και Dhe ata njerëz të cilët janë besimtarë, por që kanë besimin e tyre tek Krishti, ata shpeshherë shfaqen me frikë dhe ngurues. χρειαστούν περισσότερη τόλμη και περισσότερη γενναιότητα από όλα. Duhet një kurori dhe guxim më i madh nga që secili nga ne. Όταν έχουμε να υπερασπιστούμε την αλήθεια για την αποδόση, Kur ne kemi për të mbrojtur të vërtetën përse duhet që të kemi frikë. όταν ξέρουμε ότι αγωνιζόμαστε για την δικαιοσύνη, γιατί να ανησυχούμε, Përse duhet të shqetësohemi sa herë që ne përpiqemi për drejtësinë. όταν ο μόνος σκοπός μας είναι η αδελφοσύνη και η ελευθερία του θάνατου, γιατί να διστάζουμε. Përse ne të mburojmë kur e të bota pret që ne të vllazërojmë. Με περισσότερο λοιπόν θάρρος, με περισσότερη τόλμη. Pra të kemi më shumë fuqi dhe më shumë forcë. Ας συνεχίσουμε τη ζωή μας.
Χριστού περάντη έμεινε και με τις ζώνες ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον προσφυγικό αδελφό και Μητροπολίτη σας, τον κύριο Ινάλα. Και για τη σημερινή ημέρα και για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Θυμόσαστε τα πρώτα χρόνια, από το 91 μέχρι το 98, έπρεπε μόνος να τρέχει στο Όμως από το 98 μέχρι σήμερα έχω προσφυγείς αδελφούς κοντά μου. Και πριν απ' όλα το σεβασμένο του Μητροπολίτη Ιγνάτιο, τον Μητροπολίτη Κοντιζάς, τώρα τον Μητροπολίτη Δημήτριο και τους νεότερους αδελφούς. Σήμερα είδατε τον Επίσκοπο Νικόλαο που είναι από την περιοχή εδώ. Είμαστε λοιπόν πλέον μια ολόκληρη οικογένεια η οποία συνεχίζουμε τον άνθρωπο. Ευχαριστώ και όλους σας για τη σημερινή ευλογημένη ημέρα. Μερικοί παρακολουθούν είναι πολύ μεγάλος και ίσως δεν θα γεμίσει όπως θα πρέπει. Ξέρω ότι στο Φίγερ υπάρχουν χιλιάδες ορθόδοξοι. Σιγά σιγά λοιπόν πρέπει να γεμίσει αυτή η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Και να γεμίσει και να υπάρχει πολλή ησυχία. Με τη χάρη του Θεού όλα θα γίνει. Εύχομαι σε όλους, ιδιαίτερα σε αυτούς που γιορτάζουν, αύριο είναι βεβαίως η γιορτή του Αγίου Γεωργίου, αλλά εμείς την αρχίσαμε από σήμερα. Στους Γεωργίους και στις Γεωργίες, όλα τα Μεσογειακή, με γεζί, με τα σουρί, με τουρί, με σπρέσια και χώρα. Dime, se ne chiede chiaro, ma che noi per te mir, per attaccare per te mir. Sono di venire di nostro.